Gjallësa të ngordhura, të cilat sipas informacioneve që kemi marrë, kanë ngordhur sepse kanali që lidh detin me lagunën ka qëndruar i bllokuar për gati gjithë verën, duke mos bërë kështu filtrimin e ujit dhe duke rënë edhe niveli. Si që shihni, 10 peshë të ngordhur dhe gafore janë në breg. Me sa duket, ngordhja e gjallësave ka sjell edhe një erë shumë të rëndë në gjithë zonën.